Për demokracinë dhe shtetet demokratike, kjo është një absurditet qoftë tash, qoftë para 27 vite. Ndërsa për Kosovën, fatkeqësisht për titistat, atëherë ndoshta bile është kuptuar dhe më pak. Të thënë të drejtën, kjo ka anën pozitive në kuptimin asaj sepse shqiptarët fillun të harrojnë luftën që patën, mendimet që patë Serbia ndaj nesh, sa fillun edhe bën ligjin për kthimin e serbëve në Kosovë, gjë cilën e bën tash qeveria fundit. Prandaj unë mendoj se kjo është një vretje dhe një shqetësi e këtyre njerëzve se çfarë po dojnë me po. Shqiptarët do të dinë çdo edhe me vite kanë me kalu edhe një shekuj. Dhe Serbia urrëtin ndaj shqiptarëve e ka patologjike. Prandaj mos të presi që është befasuese kur vota për rreth po mendon se Serbia është demokratizuar dhe Serbia është stabilizuar në nivelet që me mrime i qoftë në Evropë, qoftë standardet demokracisë. Prandaj kjo është një sinjal shumë i fortë edhe për shtetet tjera, po dhe vetë për shqiptarët, dhe ta dinë se koha për qamjeve politike dhe në urrëtiet e njëra tjetrës në Kosovë për shqiptarët është me favorin e asaj deklarate. Prandaj ajo jo rastisht ka dalë me këtë deklaratë. Dhe unë mendoj që ne nuk duhet të merremi në kuptimin e asaj, por duhet të përgatitim dhe ajo ta merr përgjegjësinë e vet.